Përshëndetje për të gjithë, sa po e përfunduam një hajde folim fantastik në LAP, në mesin e Lapjanëve, patëm diskutime për shumë e shumë tema që janë interes qytetarëve, prej çmimeve të rritura, tek çështjet të energjisë, tek ajo se si mund ta kthejmë shpresën për zhvillim e për potencial sa më shumë për rinin tonë, në mënyrë që ata mos të ikin prej Kosovës, tema të fuqizimit të grave, çka jo tjetër në mesin e rrugovistëve të fuqishëm të LAP-it. Natyrisht që do t'i publikojmë edhe ato diskutime dhe pamjet nga ai diskutimi i jashtëzakonshëm, mezi presim që të rikthehemi prapë në LAP për tubimet. Në fund mesin e popullit po dalim, mundemi me aty që u fillu prej LAP-it, e po Ju falenderit nga zemra për këtë frikje shkëlqyeshme që gjithmonë na bëni në LAP, është kënaqësi. Tash jemi rrugës për Skenderaj, për t'i hapë zyret e reja të LDK, se prej Skenderajit vazhdojmë edhe në Istog, pas Istogut jemi edhe në Pej, pas Pejës kthehemi pastaj në Lipjan. Në gadimet Lipjanit do të kemi takimet jashtëzakonshme sot, mezi po presim ju taku të gjithëve.